Tasha, fajnë në për grupin e gjinazorve pa aronit apo? Jo, e falë, namazin, bile mundët me ndodhë, jo ma 10-15 minutave, po kur del gjumi, ka kalu akshami krejt, ka hi atësia, e falë akshamin, komplet si me qenë vakt në kodë vetë, edhe pas ta e falë jatësin. Se thot pejgamberi sallallahu kompenzohet ose falet namazi, cili i ka kalu njeriu gjatë gjumit ose prej haresës. Ka fjetë, kur është qu, ka kalu koha, si kurse që ka i ka ndodhë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me sahabe, kanë qenë në këthim prej një udhëtimi, edhe jonë afru në Medine, mirë po, jonë lodhë sahabet, edhe kanë propozu për me undalë edhe me pushu. Kjo hadith është në Buhari e Muslim. Edhe, kur janë dalë me pushu, tash për sabah kush po e merr obligim me nas gjuhë për sabah. Bilal ka thonë, ja Resulullah, mu s'po merr gjuhë kështu ashtu. Bera ibn al-Azib e transmeton këtë hadith prej sahabeve. Mirë, këta kanë ra me fjetë, mirë po, afër zjarit, është pështetë në deve, Bilal dhe Raglan, edhe ka marrë gjuhë. Edhe pastaj, veç ka lind dielli, është që i pare, është që i dyti, thët i pare nuk e di kush, po une i dyti, nën kuptohet prej, mos tym tash në analizë të hadithit, El Bera, radiallahu an, edhe nuk kanë vepru, kur gjë nuk kanë vepru këta. Sepse kur ka qenë Muhammed s.a.s. në gjumë, nuk kanë guxohet me zgjuh se kanë mendu mos po i vjen shpallja. Dhe së është gjuh vetë. Mirë po Umeri, kur është gjuh diku një 4 ose i 5, më duket i 4, ka fillu rreth Muhammed s.a.s. me ecë edhe Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar me zot natë. Edhe e ka zgjuh pejgamberin s.a.s. Çka bo Bilal, premtove se kime na zgjuh, murgjumi, ka thonë me marrë abdes, e ka thirë e zanin, mirë po ka thonë këtu mos të falim, se këtu ka shejtana, kanë shku në vend pak më të larg, e kanë falë sunetin, ka thonë bën e kametin, e ka bo kametin edhe e kanë falë farzin, edhe pse dilli veç ka lind, rrezet e dillit, se ka transmetim edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam veç i ka dalë gjumë edhe pak marret, se i kanë rënë sy rrezet e dillit, ka dillive shtorçu manal, ka lind dilli. Mirë po edhe pse ka lind dilli, për shkak të gjumit, e kanë më falë sabon ma vonë. Mirë po këtu mos të merë dikush tash si pretekst këtë ngjarje, këtë rast, se bi me fjetë edhe nëse më del gjumi, me ku e fali sabon, nëse nuk më del, atër kur më del, edhe pse ka lind dilli e fali, si kurse që ka falë Muhammed s.a.s. Mirë po nuk duhet me haru se e kanë caktu Bilalin. E ti nëse për me i gjuh, nëse nuk i kënde cakton, e cakton orën ose mobilin, diçka dush me ndërmarë ndo një matë për me të qu. Nuk guxon me ulshu nëse mdel gjumi. Nuk guxon me ulshu këto. Ibn Bazi rahimullah bile këto e ka konsideru si kufër. Nëse dikush bjen me fjet, edhe nuk kurdisa, nuk e porosit diken, ose tash me mobila, do thot nuk ndërmerr ndonjë hap për me e zgju në namaz të sabahut, edhe bazohet në atë natyrshmërinë e vet nëse mdel gjumi. Nëse mdel gjumi, qona e fali. Vetëm ky njet është problematik në Islam dhe është i papranueshëm. Vetëm me këtë qëllim e bo, me unis. Edhe me të dal gjumi, e me fal me ko, prap je mëkatar. Pra duhet njeriu me ndërmarr, nuk është kjo punë talli. Namaz është. E ki obligim. Allah ta ka obligu këto. Allah me lyp prej teje këto. Plus me ditë se sa se vape janë, hiç mos me të obligu. Veç me thonë, qëre tash, veç me dal dikush me ndoni shpallje, për këtë për kush e bën këto, ka shumë shpërblime. Ki me pas se kanë me u radhit për me u regjistru aty. Hiç pa kon obligim. Veç me ditë se thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Rekatani qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dy rekate, suneti sabat, janë ma dobishme, ma hajrli, ma dobi pruse, ma fitimtare se dunja dhe çka ka në dunja.
E çka ka në dynja? Vetëm një mineral me marë, arin, me thonë të një shkencari, a mundesh me llogarit? Po, përkthema në euro, sa euro bojnë krejt rezervat e arit? Mos më tregon në tona, s'mundet me tregu. Në shumë, maramense. Po me ashtu edhe dzehe tjera, edhe ato pasurit tjera, nën toksore dhe mbi toksore. Del shifrat, s'ka kush ja qet fundin shifrës. Qaq dobi ka, qaq fitim ka. E ti me 5 minuta, 6 minuta, vetëm syneti sabat, fiton ma shumë, se krejt kjo shumë. Po farzi, po namazet tjera. Pra iq mos me qenë obligim. Vetëm kur të din këtë hadith, au, sa fitim i madh se ko ka qysh, nuk shona. Jo një mobil, jo një orë, 10 orë, i kurdisi. Mos të mi ky fitim. Po plus që është edhe obligim.